Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun që na ka mundësu me jetu këto qaste, me shfrytzu këto momente, edhe me shiju mirësit edhe begatit e mujtë Ramazan. Allah na mundësoft me ditë vlerën e Ramazanit mirë, me bo vepra sa më shumë të mira, edhe me shpresu prej Allahut që Allah me na shpërbly, edhe me gëzu ditën kur do dalim para ati. Sikur që e dim, agjeruesi i ka dy gëzime, njëra është kur të ban iftar, e dyta është kur del para Allahut. Allah na i mundësoft të dy gëzimet. Do të përmendin një ajet në surën Munafikun, e cila lidhet diçka me atë çka du ta them, edhe lidhet me Ramazanin. Allah thot surën Munafikun: "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum min as-salihin." Allah thot shpenzoni për asaj që Allah ju ka furnizu juve, para se të ju vjen dikujt për juve vdekja. Edhe pastaj të thot, o Allah, ma shto edhe pak afatin, e pastaj t'jap sadaka, edhe të bohen prej të mirëve. Pra Allah na porosit e na urdhëron që me shfrytzu momentet e mira, me shfrytzu me bo vepra, para se të bohet vonë. Pra në këta jetin Allah thot, shpenzoni, jepni në rrugt të Allahut, e kjo është njëna prej veprave, po këtu mundemi na me marrë dhe shembuj tjerë, ku duhet me i bo veprat para se t'ik momenti i përshtatshëm për me bo veprat mira. Pra Allah na porosit thot, jepni, shpenzoni, para se t'i vjen dikujt për juve vdekja. E në ato momente para vdekjes, i bjen nërmend për momente që i kanë kalu e nuk ka kry veprat mira, kërsa i ka pas mundësi me i kry ato, edhe thot, o Allah, ma shto edhe pak afatin, e pastaj t'japune. Kjo ka pas mundësi me dhonë, po nuk ka dhonë atëherë kur është dasht, tash momentin e vdekjes i kujtohet edhe thot, ma shty edhe pak afatin, t'jap edhe t'bohen prej të mirëve. Pastaj vazhdon ajeti tjetër, thot Allah, wala yu'akhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Mirpo Allahu nuk ja shton ejelin afatin e vdekjes askujt. Edhe Allahu është hollësisht i njohur me atë çka ju e veproni. Pra, kjo është porosia që du me dhënë, edhe pse lidhet kjo me Ramazanin, për shkak se Ramazani është muaj i veçantë, edhe moment i veçantë ku mund më fitu shpërblime të shumta. Jo rastisht Muhamedi a.s. e dini ka përmendur në hadith, ka thënë mirë për ata i cili arrin muajin e Ramazanit, edhe Allah nuk e mëshiron ata. Domethënë, me arrit muajin e Ramazanit është mundësi shumë e lehtë që Allah me të mëshiru, me të falë e me të shpërbly shumë. Është mundësi shumë e madhe. E nëse dikujt i kjo mundësia, Muhamedi a.s. ka thënë mirë për ata. Domethënë, kjo është ai i cili nuk e ka respektuar ajetin që e përmenda më herët, me shfrytzu momentet. Kështu pra, sikur çdo moment tjetër, duhet me shfrytzu edhe me shfrytzu momentin e kryerjes veprat mirave, edhe sidomos Ramazanit, e mos dëbojmë e kundërta e kësaj është se pejgamberi alayhis salam ka thënë mirë për ata. Do thonë këtu i kena dy sende, ose fiton shumë, ose mundesh me hub shumë. Vetë fakti që ti nuk e shfrytëzon këtë muaj dhe nuk je prej atyre në fund të muajit, prej atyre që Allahut i fal, kjo është humbje në veti. Sahabët e kanë kuptuar mirë këtë temë, edhe maksimalisht i kanë shfrytzuar momentet. Edhe ju dini rastet, sikur që është rasti i atij sahabiut me emrin Ukashe, kur ka thënë Muhamedi a.s. i ka tregu se ka thënë 70.000 njerëz do të jenë në mbrojtjen edhe mbështetjen e Allahut, do të hyjnë në xhenet pa llogari. 70.000 njerëz. Ukashe më njëherë ka shpejtuar dhe i ka thënë Muhamedit a.s. lutë Allahun që unë të jem prej atyre. Edhe Muhamedi a.s. i ka thënë ti je prej atyre. Kurse pas këtij më njëherë ka thonë edhe një tjetër të njëjtën fjalë me mbo prej tyre, kurse Muhamedi a.s. i ka thonë ta kaloj Ukashe. Pra Ukashe ishte më i shpejt se ky sahabiu tjetër. Edhe e mur me atë garancë që ia dha Muhamedi a.s. atij. Pastaj e dini rastin kur Muhamedi a.s. i ofroi dikujt me dhënë një dru, një pemë të hurmës, edhe si kompenzim i garantoi që ka me hyrë në xhenet. Ki me pas një pemë të hurmës në xhenet. Ai nuk diti me shfrytzu këtë moment.
Nuk diti me shfrytzu këtë moment, mirë po me njerë këcej sahabia tjetër i cili kishte kuptu këtë tej mirë, edhe tha, a vlen kjo edhe për mu, Muhamedi a.s. ja pohoj, edhe a joni pëjmë, po edhe krejt kopshtin e hurmave, në zavendësim me ata, që pastaj në zavendësim me ata Allahu më ja mundsu xhenetin. Pra e shfrytëzoi momentin. Othmani radiallahu anhu e shfrytëzoi momentin kur ja bleti bunarin për jahudis, aty ku kompinin ujë muslimanët, mirë po e kishin shumë shtrejt me pagu ujin, derisa Othmani në mënyrë të mençur boni një tregti, një biznes me atë jahudin, derisa në fund bunari i takoi atij, edhe dha krejt këtë në rrugt të Allahut për muslimanët, Muhamedi a.s. e përgëzoi me xhenet. Do thonë që kështu sahabët veprojshin disa vepra, të cilat ishin moment, edhe nuk vikën ndoshta hera e dytë për atë çështje, ata ishin që e shfrytëzojshin maksimalisht. Allah na mëson që na me kuptu këta dhe me shfrytëzu çdo moment tjetër, e sidomos këto momente që na tash jena tu jetu edhe tu marr frym. Një ditë Allah ka na marrë shpirtin, na e kemi kalu Ramazanet e kalume, kalun edhe sa ditë prej Ramazanit, këto ditë më nuk kthehen asnjëherë. Nëse e kena shfrytëzu, e kemi shfrytëzu. Nëse na kanë ato kanë mos kthehen. Kështu edhe çdo ditë e ardhshme, derisa jena gjallë, janë momente të mira për me vepru. Nëse veprojmë, fitojmë. Nëse nuk veprojmë, s'ka humb kërkosh përveç se vetvetja e jonë. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.